Mesazh ngushëllimi nga Xheneta Fetau për gjestin. Finalistja e Big Brother VIP Kosova 2 shpreh mbështetjen për familjen Kelmendi pas tragjedisë në Pej. Në një postim të bërë publikisht, Xheneta Fetau ka shprehur ngushëllimet e saj të sinqerta për reperin Besart Kelmendi, gjesti, pas humbjes tragjike të vllait të tij në një aksident i cili ndodhi sot në fshatin Qungur të Pejës. Ngushëllime të sinqerta për gjestin dhe familjen e tij. Zoti ju dhëm forcë e durim në këtë kohë të rëndë, ndërsa shpirti i tij pushoft në paqe e dritë të përjetshme. Kujtimi i tij i mirë do të mbetet gjithmonë në zemrat tuaja, ka shkruar ajo. Po ashtu mesazhe dhe komente të shumta ngushëllimi janë postuar dhe në adresat zyrtare të artistit.